Është e enjte, data shënon 17 mars dhe ora është saktësisht 22:30. Rallë qëllon që të fillojmë saktësisht në 22:30. Dhe unë po saktësisht jam ai që isha dje, Reza Xhaxhiu. Mirëmbrëma të gjithëve miq, zonja dhe zotrinj, në këtë emision timin të radhës. Për çfarë do të flasim? Shikoni, Dritan Shano, ekonomist liberal, është i mendimit se edhe pse ka një rritje, ose siç ai shprehet, më mirë se sa rritje, një zvaritje përsa i përket ekonomisë, ajo, sipas koncepteve të zotit Shano, vijon të mbetet në kufirin e mbijetesës. Dhe kjo rritje, sipas tij, nuk mjafton ta transformoj ekonominë shqiptare të 2016-s në një ekonomi që do t'japi benefice për shtetasit e saj. Disa nga konceptet e tij ekonomike, zoti Shano i ka parashtruar në një artikull që mua më duk intrigues, dhe kjo ishte arsyeja që e hoqa veç, në artikull i quaj Ekonomia, kapitulli 2.0, rritje. Por, cilat janë disa nga pyetjet që ngre ekonomisti Shano? Ai thot ndër të tjera se çfarë pengon rritjen ekonomike të kthehet thjesht në një zhvillim. Pse nuk është ajo rritje cilësore, por thjesht, sipas zotit Shano, gjithnjë statistikore? A ka dështuar, pyet ai tek e fundit, modeli ekonomik i rilindjes? Këto janë pyetjet që ka ngritur koordinatori ekonomik në PD. Për të sqaruar disa nga qëndrimet e tij, ose më mirë për të parë avokaturën që Shano do t'i bëj Shanos, unë e thrita sot dhe i themi mbrëma, mirë se e bashkuar miku im. Pyetja ime e parë, në formë kurioziteti, ju thoni se ka rritje ekonomike, por nuk ka zhvillim ekonomik. Pra, nuk kemi arritur të gjejmë, sipas konceptit tuaj, ende modelin e përshtatshëm ekonomik, apo modelin e kemi gja, por nuk dim ta implementojmë? Çfarë ndodh? Unë mendoj që ne nuk e kemi gjetur ende modelin e përshtatshëm ekonomik. Kjo është pak për sigurt. Ajo që kemi deri më sot është një model që i përkiste fazës parë tranzicionit, nga e cila ne do të shkëputemi një orë më përpara. Dhe nuk mund të jetë ky modeli i cili shërbeu për të na shkëputur nga ekonomia centralizuar dhe modeli i rritjes dhe i zhvillimit dhe i prosperitetit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kështu që nuk e di ju përgjigja eksakt pyetjes tuaja. Ke përgjigje, po jemi vetëm në fillim zoti Shano, sepse do të smontojmë të gjitha në pikpyetjet që juve keni ngritur në shkrimin e botuar në gazetën Panorama pak ditë më parë, shkrimi i cili realisht më intrigoi dhe thash, po pse mos ta kem Shano një ditë, një natë dhe ta ndaj natën time me natën e tij. Mirë, shikoni, juve juni tek njerëzit që i ndiqni lajmet e ditës, por ka shumë nga ata që për arsye të ndryshme, asnjë që quhet në ritmi i një jete tipike kapitaliste, çka Shano thotë që ende nuk jemi në kapitalizëm, i detyron shumë njerëz që të informohen gjatë emisionit tim. Dhe informacioni i parë ka lidhje me, ose na çon në kuvend, i cili ka rrëzuar kërkesën e opozitës për të çuar në kushtetuese mandatin e socialistit Rakip Suri. Opozita u largua 2 herë nga salla e parlamentit, ndërsa në përfundim të mbledhjes ish kryeministri Berisha tha se kuksarizmi po dominon kuvendin dhe ftoi qytetarët në mosbindje civile. Në emër të socialistëve, Taulant Balla u kërkoi demokratëve të vendosin nëse duan reformë në drejtësi apo të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Por demokratët, të cilët janë shprehur më herët për zgjedhjet e parakohshme, janë kundër që ato të zhvillohen nga Edi Rama. Zgjidhja për ish kryeministin Berisha është thjesht largimi i Edi Ramës me çdo mjet demokratik. Avokati i popullit Igli Totozani ka monitoruar në Gjirokastër dhe në Korçë përgatitet që po ndërmerren si 2 vende të mundshme për të mikpritur refugjatët sirian. Ai theksoi se duhet jemi të hapur për të mirëpritur çdo individ që kërkon ndihmë ndërkombëtare, ndërsa kërkoi transparencë nga shteti për masat që po merren. Vim tek vizita e zotit Basha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dita e 3 e vizitës tij. Dilema nuk është reformë në drejtësi apo zgjedhjet parakohshme. Është reformë në drejtësi dhe zgjedhje të lira të ndershme, ka deklaruar kështu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ku ai sikundër thash ndodhet prej 2 ditësh gjatë takimeve
me kongresmenët Amerikanë, pamit cilat jeni duke i ndjekur në këto momente në ekranet tuaja, Basha tha se mori mbështetjen e tyre për ligjin e dekriminalizimit dhe reformës në drejtësi. Mirë, ky ishte informacioni fundit, zoti Shano doja një koment për vizitën e zotit Basha. Kjo ishte një vizitë rutinë, një vizitë protokollare, një vizitë që duhej bërë, apo... Unë mendoj që vizita rutinë dhe protokollare mund të fliten vetëm për kryeministrin ose antar tjerë të qeverisë. Zoti Basha nuk është as kryeministri, as antar qeverie, ai është lideri i opozitës në Shqipëri, kështu që kjo ishte një vizitë e programuar, vërtet, por as rutinë dhe as protokollare. Është një vizitë pune për të, si numri 1 i Partisë Demokratike, ai ka shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tek aleati jonë strategjik, për të paraqitur pikërisht ato që juve sapo thatë, reformat e dekriminalizimit, nevojën për një reformë të thellë në drejtësi, si dhe nevojën për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Ka një takime mjaft të ngjeshura me kongresmen të Shtetet Bashkuara të Amerikës në një kohë kur ata janë në fushat, janë primaret në të dy kampet, qoftë republikan, qoftë demokrat, dhe ata po gjejnë kohë, po ndajnë kohë për liderin e opozitës shqiptare, nga ajo që unë kam marrë dhe përthithur nga grupi i cili shoqëron kryetarin Basha atje, ka një pozitivizëm, ka një mbështetje ndaj asaj që propozon Lulzim Basha pranë tyre, dhe është një vizitë që është si një endorsement dhe një mbështetje për politikën e Partisë Demokratike dhe për atë personalisht. Vim tani tek ekonomia, aty ku domen ku juve jeni general, Shano, ju thoni se ka rritje, jo, ju jeni ide se ajo çka mund të përkufizohet sot në vendin tonë si kapitalizëm shqiptar i shekullit të 21 është thjesht një mutacion. A i gjëndet, thoni ju, mes kroni kapitalizmit dhe kapitalizmit oligarkik. Për gjithë ata që po në ndjekin, dhe që çoroditën një qika këto, a mund t'i bëjmë një zbërtim? Qa është kroni kapitalizm dhe... Kroni kapitalizmi është... Ai lloj kapitalizmi që zhvillohet bazuar tek afrimiteti që ka individi apo sipërmarrja me pushtetin, me ekzekutivin. Pra, kroni kapitalizmi realizohet kur një sipërmarrës nuk beson tek iniciativa e vet e lirë, nuk beson që ka një konkurrencë të ndershme. Po ke streja e pushtetit. Por nxjerr celularin dhe gëzohet shumë që aty brenda ka numrin e deputetit, numrin e ministrit dhe përmes këtyre mekanizmeve tenton të zhvillojë biznesin duke deformuar dhe konkurrencën e lirë dhe të ndershme. Ndërsa kapitalizmi oligarkik është pak më i ndryshëm, sepse ai zhvendoset nga numri i madh i operatorëve të tregut dhe fokusohet në një numër shumë të kufizuar njerëzish, zakonisht në qeveri ose në legjislativ, sikundër është rasti ynë. Ne jemi midis të dyve këtyre, sepse i kemi bashkëtojnë njëkohësisht të dy format e kapitalizmit, që unë i quaj mutacionet të kapitalizmit real që predilon konkurrencën e ndershme. Pse në optikën tuaj, Shano, ju jeni njohësi mirë, pra pse nuk ka patur sukses kapitalizmi në këtë çerek shekulli, nuk është pak? Dhe cila ka qenë qasja jonë, kur them jonë, e elitës që na ka drejtuar në elitës politike dhe ekonomike, ndaj elementëve thelbësor që garantojnë suksesin e kapitalizmit. Ka qenë një qasje kaotike, një qasje ignorante, çfarë? Ku ka lëvizur? Edhe kaotike, edhe pak ignorancë ka patur, sepse ne nuk mund ta fshehim, ne vim nga një izolim i plot total. Ne vim nga ajo kalaja e pamposhtur buzët vjetikut. Dhe shkolla socialiste e ekonomisë. S'duam ne, këto ishin si tem të metat apo mangësit tona të dekadës parë tranzicionit. Dhe ajo që ne shohim në Shqipëri, pse nuk ecën kapitalizmi, pse nuk ecën kapitalizmi, është që prona private është ende e pasigurt, është ende e pambrojtur, nuk është ende në duart e atij që i takon ta ketë, ka procese gjyqësore të pafundme për pronën private, ndërsa ka dhe procese ekzekutive të cilat e mbajnë ato peng, siç është legalizimi dhe regjistrimi i pronës. Të gjitha këto gjëra bashkë minojnë anë e kapitalizmit që është prona private. Pra,
prona private në Shqipëri nuk është e konvertueshme në kapital. Dhe sekreti i gjithë vendeve të zhvilluara të botës është pikërisht ky. Pse kapitalizmi funksionon në perëndim është sepse prona private është e konvertueshme menjëherë në kapital, në një pronë tjetër, në aksione, ajo shitet, blihet, i bashkohet një pronë tjetër, pra bëhet menjëherë motor zhvillimi. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Prona në Shqipëri është statike, është në ngërç. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse kapitalizmi në Shqipëri nuk është vendosur ende. Arsyeja tjetër janë institucionet e dobta që janë ekskluzive, jo inkluzive, pra institucione të cilat i shërbejnë atyre pak oligarkëve që folën pak më përpara dhe jo të gjithë shqiptarë. E treta është gjendja jonë, inventari jonë i infrastrukturave fizike, rrugore, elektrike, digjitale, e më radhë. Të gjitha këto e pengojnë ekonominë tonë të marrë formën e kapitalizmit. Por, si thash, e para është prona, e dyta janë institucionet. Cilat janë disa nga pengesat që cimentojnë fuqinë iracionale të politikës mbi individin dhe pse edhe mbi ekonominë? Do të rilistoj edhe një herë. Eksakt, është prona, infrastruktura e mangët, institucionet e pazhvilluara. Këto e mbajnë individin peng. Shqiptari nuk është i lirë të shpërthejnë iniciativën e vetë. Nuk është i lirë të falosje të gjeninë e vetë në treg, të zhvilloj konkurencën. Pse? Sepse këto gjëra dhe rregullimet, ligjet që ndryshojnë her pas here, me radhë, shndrohen në pengesa të këtij njeriu. Dhe këtu është fuqia racionale e politikës. Dhe politika reziston, do rezistoj derisa të mundi që t'i lëshoj këto pushtete që ka mbi individin dhe mbi sipërmarrjen. Okej. A ka sot një varësi të ekonomisë shqiptare ndaj vullnetit politik dhe nivelit profesional të ekipeve qeverisëse? Absolutisht po. Ka ndodhur kjo edhe gjatë qeverisjes Berisha? Gjithmonë në këto 25 vjet. Kjo nuk është një sëmundje vetëm e socialistëve, por i lejoj vetes të them që socialistët e kanë çuar këtë në një agravim shumë të madh. Sepse rritja e taksave në mënyrë të përsëritur në 2 buxhete rresht, zhvendosja e luftës taksave tani tek pushteti lokal, krijon pikërisht këto problematika. Niveli profesional i administratave, sidomos administratave që lidhen direkt me biznesin, i tatimore dhe doganore, lë shumë për të dëshiruar. Sa më shumë partizane bëhen këto administrata, sa më shumë këto administrata janë pre e humoreve të leadershipit, sikundër kemi parë një 2 vizita blitzkrieg të kryeministrit në drejtorinë e doganave, nga 2 minuta vizita, e më radhë, aq më shumë këto transportohen dhe përkthehen në mundim dhe ngarkesë mbi biznesin dhe individin. Shano, në mbështetje të kësaj teze, do sjell një autor që ju e keni Jan Friedrich Hayek, i madhi. Shikoni se çfarë thotë. Sa bukur. Ekzistojnë shembuj të shumë që provojnë se mjaft politikat e rritjes, stabilizimit buxhetor, uljes së ngarkesës fiskale, stimulimit të investimeve apo nxitjes monetare kanë dështuar, jo për Shqipërinë, po gjithsesi, sa bukur i shkon Shqipërisë, për faktin se konceptimi dhe fusha e tyre veprimit ka qenë e gabuar dhe voluntariste, si pasojë e njohurive dhe informacioneve të mangëta, pra të shtetarëve tanë, në raport me zhvillimin e ekonomisë reale. Shikoni universale kjo thënia. Absolutisht. Kjo ndodh sepse dhe shfaqet dhe shpërfaqet dhe preket me dorë sa herë ekzekutivet, ata që quajnë shtet dhe do bëj shtet sa s'bën, marrin përsipër të pretendojnë se kanë më shumë informacion se sa tregu. Hayek është partizani ose një nga njerëzit që ka artikuluar më bukur nga të gjithë, më thjesht dhe më bukur nga të gjithë faktin që tregu është ai që ka informacionin dhe ky informacion përftohet përmes mekanizmit të çmimeve, që është imparcial. Saktë. Çdo qeveri, çdo forcë politike dhe kryesisht këto janë të gjitha të majta që pretendojnë se kanë më shumë informacion se sa ai që krijohet në treg, çojnë pikërisht në atë që artikulon Hayek tek dështimi i politikave. Pse rritja ekonomike vazhdon të mos prodhojë sot e kësaj dite në mirëqenie për shqiptarin e 2016-ës, por pse jo dhe për shqiptarin e 2010-ës, 2009-ës, 2008-ës, kur drejtonte e djatha. Kjo, zoti Shanosh, një çështje e modelit e ekonomisë, apo e një modeli zhvillimi që e çon ekonominë
në kufirin tjetër të rritjes. Pra. Atëherë, pikë parë një herë, rritja ekonomike në Shqipëri ka qenë nga 2010-a që është në nivele stagnacione. Unë gjithmonë kam thënë që i heq të drejtën vetes profesionalisht të them që ne sot jemi në recesion, vetëm edhe vetëm se nuk më ka qelluar, sidomos në 2 vitet e fundit, që të kem 3 mujor rresht ku bie konsumi. 2 i kam patur, por ama më duhet edhe një 3 mujor i tretë që të binte konsumi dhe pastaj do isha i pari që do thosha ekonomia shqiptare në recesion. Ç'a ndodh me ekonominë shqiptare? Pse rritja nuk arrin dot të shndrohet në zhvillim? Dua ta shtjelloj pak. Jepi, është koha është me ty. E gjithë koha është me ty. Është shumë e rëndësishme. Ç'a ndodhi? Ne ishim një ekonomi e centralizuar totalisht në 91-shin. Dhe i hym disa reformave privatizuese, liberalizimit e ekonomisë, gjithë ato që njihen si konsensus i Washingtonit. I bën. Dhe morën nota 10, na përmendte FMN-ja kudo e merat. Ç'a ndodhi? Ndodhi që ne ikëm nga bujqësia ku rronte 70% e popullsisë. Ishte një bujqësi për mbijetesë dhe erdhëm dhe bëm atë ristrukturimin e ekonomisë në ato sektor që kishin fitim të menjëhershëm, pra garantonin rritje ekonomike të menjëhershme, por si ishin këta sektor? Ti transferohesh, ekonomia ristrukturohej me minimumin e investimit dhe me minimumin e krahut punës dhe aq më tepër dhe një krahut pune të parësimuar. Ishte e garantuar që nga centralizimi këtu, ty do të ndodhte një rritje e shpejtë. Dhe kështu ndodhi. Ne patëm rritje me norma dyshifrore, sepse krejt normale, ky sektor kishte produktivitet më të lartë. Sektori shërbimeve i tregtisë ku depozituan pikërisht këto gjë. Ristrukturimi i ekonomisë shqiptare në dekadën e parë të tranzicionit ishte pikërisht ky. Ikën nga bujqësia, nga fshati, ju drejtuan qyteteve dhe u mbush Shqipëria me dyqane, me pika tregtimi e merat. Tani ç'a ndodh? Që nga vitet 2002, 2003, 2005, duke parë që filloi rritja të ngadalësohej, pra ishte një rritje sasiore por jo cilësore. E kuptoj. Ekonomisë shqiptare, atyre që merren me politika ekonomike, ju dha paralajmërimi që ky bazament që u krijua nuk do mjaftonte të përballonte ritme të tjera rritje në të ardhmen. Kështu që duhej shkëputur që këtej dhe shkuar drejt një rritje cilësore që rriste produktivitetin e kapitalit dhe produktivitetin e krahut punës, kapitalit njerëzor. Ku janë këto sektor ku ndodh kjo gjë? Këto sektor janë tek industria dhe tek manufaktura. Por ne këtë kalim, këtë ristrukturim tjetër, këtë kufi tjetër nuk e kemi arritur. Ajo që kemi bërë ne në këto 25 vjet është unë përdor një metaforë të ishkrimi dhe do ta përdor edhe këtu, është që ne kemi ndonjur poshtë pemës dhe kemi kapur gjithë frutat që na kapte dora pa u munduar fare. Tani në këtë moment i kemi mbaruar në gjithë ato fruta që na kapte dora. Duhet një shkallë atë. Dhe na duhet një shkallë tjetër, një kufi tjetër i zhvillimit ekonomik, i cili mënon të vijë sepse modelet e zhvillimit që ne vazhdojmë me këmbgulje të bëjmë. Dhe Einsteini tha një shprehje shumë të bukur për këtë. Një njeri i cili tenton të kryejë të njëjtin veprim dhe të presë rezultate të ndryshme është në prag të çmendurisë. Dhe ne jemi në këtë pikë. Pra modeli jon që bazohet tek konsumi, modeli jon i rritjes ekonomike që bazohet tek konsumi duhet braktisur një orë më parë në favor të modelit që shkon dhe rrit produktivitetin e kapitalit dhe atij kapitalit njerëzor. Kapitalit fizik dhe atij njerëzor. Kjo gjë duhet ndodhi. Ky është kufiri tjetër ku ne duhet ta arrijmë. Okej. Flasim pak për konceptin ekonomik të SMAID-ve, një pjesë të cilëve ju e njihni, por fillimisht më lejo t'ju pyes. Karl Rove, propagandisti i George Bushit, u sugjeronte shpesh politikanëve dhe anturażhit të zotit Bush të përdorin atë që quhet ndryshe strategjia e Sherezadës. Do thoni juve, po ç'lidhje, çe ka çuar deri ke Sherezadja 1001 netve Karl Rovin e madh. Ju e interpretoni këtë teori të Karl Rovit dhe keni bërë para pak kohësh një shkrim ku thonit se është koha e Edi Sherezadës. Cili është paralelia që? Paralelia është fare e qartë. Kryeministri vren që gjithë modeli i tij i zhvillimit, gjithë politika e tij ekonomike ka dështuar.
që ka dështuar këtë nuk është se ka dëshirë Dritan Shano ta thotë. E kuptoj. Por këtë e njoftojnë në mënyrë me bandë të madhe shqiptarët që ikin nga sytë këmbët nga Shqipëria. Në qindra mijë, është një eksod i heshtur, i qetë, që lidhet sa me dështimin e politikave të qeverisë, pra me atë nevojën që kryeministri të jetë si Sherazadja dhe të ndërtoj gjithë ato lloj shfaqjesh të tjera që njerëzit mos merren me këtë, po të merren me shfaqjet e tjera, me prallën e radhës, të cilën ai le kastile pa mbaruar, dhe mos merren me këtë dështim. Ky është një dështim i cili vjen, siç e thash, e para për shkak se politikat kanë dështuar, e dyta sepse nuk ka një besim në treg, dhe e treta njerëzit ikin nga sytë këmbët sepse edhe besimi tek politika ka rënë. Dhe këto janë gjëra shqetësuese dhe duke qenë që kryeministri është Edi Rama, i takon atij të merret me këto gjëra. Ndërkohë që ai zgjedh që mos merret me këto gjëra, po të merret me ndonjë lulishtë gjikundi, si Sherazadja, me ndonjë krizë të sajuar majtas djata. E kuptova. Kjo është paralel. Shikoni juve tendencën tek zoti Rama për ta zhvendosur politikën nga realpolitika në politikën virtuale. Absolutisht po. Po kjo ka ndodhur në gjithë botën. Por bota i ka kapitalin të akumuluar kapic para një 100-200 vjetësh. Dhe në atë nivel mund t'i tolerojmë vetë sjellje të tilla. Shqipëria ka shumë herë më tepër nevojë për një politikë reale, real politikë, se sa një politikë thjesht virtuale. Ajo që po ndodh, dhe unë kam 2 vjet që e tund flamurin për këtë gjë, është që gjithçka është virtuale, gjithçka është nivel kopshtarie, estetike dhe asgjë nuk lidhet me ekonominë reale. Kjo është aq e vërtetë sa s'ka ku të vej, sa që në 2014, shifrat për 2015 nuk e kemi, por kam bindjen që janë po njësoj, 2014 është një vit që shënon varfërinë të shqiptarëve. Dakord. Sepse kishe paga reale e sektorit privat ka rënë me 5% deri 7%, paga në sektorin publik ka rënë me 1.6%. Të gjitha këto vinim nga 2013 e zgavrave të mëdha që na la qeveria në Berisha Bode, mos harrojmë. Atëherë, jemi çik realist. Unë jam shumë realist. Po, se je i tillë, prandaj ti themi gjërat siç janë. Unë jam shumë realist. Ç'ndodhi? Me superborxhe, me të gjitha. Absolutisht. Jo, superborxhe u shtuan pikërisht për këtë punë. Pra, ato impakti që do të jetë të ndrimi i qeverisë nuk ndodhi. Marrja borxh për të shlyer borxhet e vjetra e Meramra nuk e dha efektin që pritën në ekonomi, ndërkohë që gjithë politikat fiskale që ndërtoi qeveria, që i ka ndërtuar qeveria, që vepër e saj, e askujt tjetër, nuk mund t'i thotë që i bëre ti, apo i bëri ai tjetri, i bëri vetë, bile i bëri me tamtam dhe me mburrje aq të madhe se tha do pasuroj 95% të shqiptarëve. Çfarë ndodhi? Është e kundërta. Këto janë fakte. Shikosh atë ndodh. Shumë kolegë të tu, ekonomistë, që edhe juve i njihni, por që janë, ose më mirë themi, mendimi i ekonomistëve të majt, shprehet se ekonomia hyri në një fazë rimërkëmbje gjatë 2015-s, krahasuar me një vit më parë. Deri këtu jemi okay? Prap ke rezerva. Po çon sika. Pyetja. Tani vim ke pyetja. A qëndron ky konstatim dhe a mund të shërbejë ky konstatim si një premis për të vendosur objektiva si ai i rritjes deri në 3%? Atëherë, më lejo të them një diçka. Dhe për këtë e them me shumë përgjegjësi, që rritja në këtë vend të japi zhvillim, të krijojë punësim, të rrisë të ardhurat, do të jetë mbi 6%. Saktë. 5-6%. Dakor? Në programin e kësaj qeverie, rritje 5-6% nuk ka. Në rastin më të mirë, në vitin më të mirë të programit afatmesën të kësaj qeverie, rritja arrin deri te 4.7%. Pra, është një rritje e cila nuk rrit as rroga, as pensione, as gjë të këtij lloji, pra që të nxiste ndoshta në çike dhe konsumin nga krau tjetër, ato që ka qeft madh gjithë keynesianët dhe gjithë socialistët e botës. Pra, kjo qeveri në projeksionet e veta afatmesme nuk ngjall besim, është gri, është një mërzi e paparë. Kështu që, sepse modeli i saj i zhvillimit është i dështuar, ka dështuar. Modeli i saj i zhvillimit ishte me të madhe, është shpalosur kjo, është i bazuar tek rritja e eksporteve dhe rritja e investimeve. Eksportet kanë rënë me 5.1% në vitin 2015 që lam. E kuptoj. Vazhdojnë të bien. Ca eksporte janë të palidhura me ne.
janë me tregun ndërkombëtar, asnjë diskutohet, por ama kur ti trumbeton që unë do ta modeli i zhvillimit është rritja e eksporteve, zotëri, ku e ke rritjen e eksporteve? Po, është shiko, duke folur për treguesit ekonomik të 2016-s, zoti Rama tha se të ardhurat do të rriten diku ke 30.7 miliard lekë më shumë se shpenzimet. 6.9% më shumë rritja ekonomike. Por, zoti Rama do t'i sjellë sërish një argument që quhet sërish Friedrich Hayek, nuk e di pse po m'pëlqeka. Shikoj çfarë thot Hayek, ti duhet ta dish. Hayek thotë se ekonomia është shumë komplekse për të qenë i sigurt në parashikimet tona. A, je dakord me këtë? Absolutisht. Unë thot ai, nobelisti, refuzoi të bëj parashikime ekonomike, i madh Hayek. Ja pra, bie poshtë varianti që ne vdesim të parashikojmë se sa do të jetë rritja ekonomike vit pas viti. Atëherë, kush janë parashikimet? Parashikimet bëhen për arsye të ndërtimit të buxheteve, krijohen disa projeksione. Por ajo që ti thua është shumë e rëndësishme jo vetëm për ekonomistët, për gjithë intelektualët. Hayek e precizon, kjo është smundje intelektuale. Duan se s'bën të shkëlqejnë mbi të tjerët dhe fillojnë dhe shtin parashikime nga më të ndryshmet, majtas e djathtas, shpesh herë ose pothuajse të gjitha herët parashikimet nuk dalin. Aq më tepër ato që thot kryeministri Rama, të cilët vetëm në vitin 2015 i mungojnë neto 330 milion dollar nga parashikimet e veta të fillim vitit. Okej. Qeveria deklaron me të forcë madje edhe era erës se një nga faktorët kryesor që do të mbështesë arritjet e objektivave të saj në të uljes së borxhit është lufta pa tolerancë ndaj evazionit fiskal. A mundet në konceptin tuaj si ekonomist të jetë një instrument i parashikimit financiar vetëm lufta ndaj evazionit? Atëherë, lufta ndaj evazionit është një detyrë ligjore, është një kërkesë ligjore dhe nuk mund të shfaqet ajo si shërusja e financave publike apo si përmirësuesja e situatës borxhit. Mund të jetë një serum. Ajo është një detyrë e cila nuk futet asnjëherë dhe në asnjë rast në kalkulimet që ti bën për financat publike apo për borxhin. Nëse ti merresh me këtë punë dhe thua që nga lufta kundër evazionit, atëherë këtu ka një gjë që nuk shkon, sepse duhet ta dish ti. Është njësoj si kjo është një lloj shprehje shumë e çuditshme, plani i gjobave. A mund të bësh plan për gjobat? I bie që ti e di shumë mirë se kush janë kundravajtësit, kush janë evazorët, dhe parashikon ti fusësh atyre dorën në xhep dhe ti thosh që kaq po ti marr unë, sepse kështu kam kalkuluar që do rregulloj financat e mia publike edhe borxhin. Kjo logjik nuk më shkon. Financat publike e para një herë nuk përmirësohen me luftë. Financat publike përmirësohen vetëm mbasi është përmirësuar ekonomia. Nuk ekzistojnë financa publike, nuk ekziston administratë, shtet, po qëse nuk ka ekonomi. Pra, primare është rritja ekonomike, është prosperiteti i individit dhe i sipërmarrjes shqiptare. Po nuk u arrit kjo, nuk ka për të pas kurrë të ardhur në buxhetin e shtetit. Dhe nëse ti i ve këtyre njerëzve, të cilët janë motori i shoqërisë, këta janë primarë në shoqëri, i ve pesha gjithnjë më të rënda, me pretendimin se do bësh ti shtet, pra se je ti që ke më tepër informacion se sa ata, atëherë gjithmonë do dështosh. Folëm për dështimet e së majtës. Bim pak tani tek mendimi ekonomik i së djathës. A kanë të djathët sot një model të tyrin zhvillimi që dallon nga ky i së majtës, por një model, shano më ndiq me kujdes, që tjetë saktësisht i implementueshëm dhe jo një model super i mirë në letër. Flasim pak tani për mendimin ekonomik. Absolutisht. Atëherë, unë duhet të them një radh parë që ka një proces të nisur prej një viti. Arsyetimi dhe kontakti të drejt për drejt me njerëzit dhe me operatorët ekonomik që zhvillohet nga Partia Demokratike. Këtë punë e bën kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, këtë punë e bëjnë të gjitha departamentet e ngritura në Partinë Demokratike. Dakord. Ka një gjë e parë që ju shfaq publikut ishte një propozim fiskal, të cilën jam i bindur që e keni diskutuar në këtë studio. Ajo ishte pjesa e parë, por programi i zhvillimit që është afër përfundimit
nga departamentet edhe po diskutohet gjërë dhe gjatë me gjithë publikun në përrrethet e Shqipërisë, në për qytetet e ndryshme të Shqipërisë, me njerëzit e interesuar, është një gjë shumë më e gjerë. Si është ndërtuar, që t'jetë sa më i besueshëm, që t'jetë pranë realitetit dhe të mundësoj një realitet tjetër, është ndërtuar duke parë në sy kush janë pengesat. Pse nuk zhvillohet ky vend? Çfarë pengon bujkun? Çfarë pengon inxhinierin? Çfarë pengon manufakturën? Çfarë pengon shëndetësinë që tjetë ajo që duam? Çfarë pengon arsimin e me radhë. Këto janë gjërat, ky është bazamenti mbi të cilën është vendosur i gjithë arsyetimi zhvillimor i Partisë Demokratike dhe është pjesë e propozimit të saj që shumë shpejt do të diskutohet drejt për drejt me publikun. Dhe kjo ndodh kur je në opozitë, sepse shikoj një minutë, se kur vjen pushtet, po të sjellë sërish, sot sa i dashuruar jam me Hayek. Edhe me një ekonomist liberal jam okej. Shikoni çfarë thot ai. Nuk jem në kurth. Po, shikoni çfarë thot ai për forcat politike që janë në maggjorancë dhe raporti i tyre me ekonominë. Në kohrat moderne, një qeveri, nesër qeveri e Bashës, mund të bëjë gjithçka me pretekst se shumë politike. Okej. Maggjoranca shfaq çdo ditë më shumë tendenca të hapura për të zëvendësuar ligjin dhe në mjaft raste edhe sjelljen ligji jamun. Pse e thash këtë dhe pse ta solla? Sepse kështu ka ndodhur me të majtët kur bënin fushat elektorale, dhe mua më kujtohet, kam pasur këtu në intervistë një sër kolegësh të tu, të cilët thonin mo këto që juve po thonin. Dhe kur vinë në pushtet, ndodh fenomeni Hayekut. Unë nuk besoj që ndonjë i majt në Republikën e Shqipërisë është në gjendje të flasë njësoj siç flas unë. Është e pamundur kjo gjë. Hayek shkon përtej asaj. Ai thotë që dëmet më të mëdha që i bëhen një ekonomi e tregu përmes vullnetit të qeverive bëhen për shkak të klasifikimit si emergjenca kombëtare të ndërhyrjeve që propozon shteti. Dhe këtu është pikërisht ai themeli, ajo masa kritike që krijojnë qeveritë e majta për të kollaboruar gjithnjë më tepër hapësirë ekonomisë tregut, gjithnjë më tepër individit, duke shtuar rregullime, duke shtuar taksa e më radhë. Ky është qëtësimi i Hayek. Hayek është ideolog i të djathtës dhe unë nuk e di eksaktësisht ku e ke marrë atë gjë, po e ka marrë ke libri ti, ke libri më i fundit me Constitution of Liberty, të themelimi i lirisë. Më lejo të them një kuriozitet të vogël se çfarë është ai libër. Ai libër është libri që Margaret Thatcher ka valvitur në mbledhjen e kabinetit dhe ka thënë nuk ka alternativë tjetër. Absolut. Dhe i ka thënë gjithë parlamentarëve ju detyroj ta lexoni. Këtë kam qejf ta them dhe unë. Nuk ka një alternativë të majtë e cila drejtohet tek eliminimi i pengesave, sepse eliminimi i pengesave në të gjitha fushat që unë thash, në fushën e qeverisjes, në fushën e infrastrukturës, në fushën e arsimit të kapitalit human, në fushën e sipërmarrjes private, zvoglon rolin e shtetit. Kjo është një karakteristikë biologjike, po të duash ti, e të djathtës. Nuk është karakteristike të majtës. E majta e shtrin prezencën e vetë dhe dorën e vetë e fut aq thellë në xhep sa më ska. Pak ditë më parë kisha këtu një bisedë të zgjeruar ku zotria që quhej Anastas Angjeli mbrojti tezën e tij me shumë elegancë që edhe jemi dhe nuk jemi në deflacion. Keti një koncept në lidhje me se po flitet shumë që Shqipëria është në darën e një deflacioni të padeklaruar. Unë mendoj që është gabim të flitet për një deflacion në këto momente. Ne kemi një stagnacion ekonomik. Ky është qetësimi. Deflacion është rasti kur ti ke më shumë malla se sa para. Mund të jetë vërtet që ke më shumë malla se sa para. Nuk do rrim të diskutojmë efektet negative që ka deflacioni, ka shumë efekte negative. I numërojnë, por nuk është rasti i Shqipërisë. Ne jemi pranë ti, është një muaj, vetëm një muaj që ka ndodhur. Thënë që është shkurti, ka një të kurrje. Nuk e dim si do jetë marsi. Të shohim. Atëherë, po u futen në këtë spiralja, shano, sikur këmbën të futesh pak, pastaj spiralja të thithë ti e di më mirë se je. A ka më keq se sa ti je në stagnacion? Në këtë studio unë kam thënë para shumë kohësh që ekonomia jonë është e mumifikuar. Saktë. Do me thënë, ajo që shpaloset si rritje ekonomike 2.1%, 2.3%, e di çfarë është? Trupi nuk lëviz,
nuk lëviz dhe është pluhuri që mbledh xhaketa. Asgjë më tepër. Çfarë ndodh? Duke mbledhur pluhur xhaketa, njeriu që ka veshur rritet në volum. Asgjë më tepër se sa kaq. Dhe ky diskutimi i deflacionit mua më duket sikur ne nuk kemi fare se çfarë të diskutojmë tjetër dhe po merrem me deflacionin. Një ekonomist i mirë dhe i mbar nuk diskuton zhvillime mujore, sepse mund të ndodhi për 1001 arsye. Kur thua? Zakonisht, një ekonomist do të flasi në terma vjetor, do të jetë çik i vëmendshëm pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo. Natyrisht që ajo që unë shoh tek performanca e qeverisë, jo vetëm e shkurtit e janarit, po e këtyre që nga data shtator 2013 e kthej, të çon të mendosh që ne kemi një problematik me stagnacionin dhe me deflacionin. Pse? Sepse çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ty investimet publike nuk i kryen. Pra, ti nuk jep impuls në ekonomi. Kredia të ka rënë, besimi në ekonomi të ka rënë dhe për këtë arsye gjithë kapitali fluturon, ikën nga Shqipëria, pra zvoglohet masa monetare në Shqipëri. Të gjitha këto janë gjëra që kanë ndodhur. Sa dua të shqetësohemi, unë këtë nuk e di. Banka e Shqipërisë ka ende margj për të operuar. Do ndjeki një politik e cila prapë kthehemi te ajo që tham nga Einsteini që bën të njëjtin veprim dhe pret rezultate të ndryshme, në fakt ato nuk po ndodhin, por e ka atë margj, ka me 1.5% interesat bazë. Dhe unë shpresoj që ky diskutim për deflacionin mos jetë ajo shashka e parë që ta detyrojë Bankën e Shqipërisë, që të jetë ajo si justifikimi apo arsyetimi që të bëjë atë që quhet lehtësimi sasior, pra hedhja e parave, blerja e aseteve nga bankat e nivelit të dytë, gjë që unë nuk do doja që të ndodhte. Sikundër, nuk do doja që normat e interesit të depozitave të shkonin në negativ, edhe pse realisht kanë shkuar në negativ. Por që unë nuk do doja që qytetarët, bashkëqytetarët e mi të detyroheshin të paguanin për të mbajtur paratë atje, sepse në këtë moment, duke ditur se çfarë psikopatologjie kanë shqiptarët, unë parashikoj që do ketë një dyndje në sportelet e bankave dhe unë nuk dua kurrësi që sistemi im bankar i nivelit të dytë të kalojë një stres dhe një shok të tillë. Sakt. Sa ka ndikuar lidhja e politikës me ekonominë, zoti Shano, në atë që quhet ulja e besimit tek ekonomia? Kjo është një mundje shqiptare. Politika, jo vetëm në Shqipëri, kudo në tërë botën, tenton t'i mbivendoset ekonomisë. Tenton ta manipulojë, ta drejtojë, ta rrudhi, ta zgjerojë, dhe të marrë meritat e asaj që ajo vetë nuk i bën, nuk i prodhon. Në rastin e Shqipërisë, ekonomia jonë është aq e brisht, aq e vogël, aq mikroskopike, është 10 miliardë euro. Në qoftë se ti ndron kësaj ekonomie 80 herë brenda 2 vjetësh kodin fiskal, zotëri i ke bërë dëmin më të madh që mund t'i bësh popullit tënd. Vetje duke ndoshta arritur mirë, po populli jot, investimet e tua po vuajnë dhe ato fluturojnë mbi Shqipëri, shohin një shtrëmbër kështu dhe shkojnë ndalojnë në Maqedoni. Unë kur kam dëgjuar që Aston Martin shkoi në Maqedoni, në një vend ku ka sherr politik dhe etnik të pafundëm, por ai prapse prap shkoi atje dhe nuk ndaloi në Shqipëri, atëherë ky ka qenë një sinjal shumë i keq dhe është pikërisht arsyetimi i asaj që ju sapo thatë që politika dhe ekonomia, domthonë politika këtu ka influencuar fort dhe negativisht mbi ekonominë. Dhe pasojat e cilës ne i prekim çdo ditë. Bëni ju do të sinoptikanin e 2016-s? Në aspektin financiar. Sa po tham që Hayek... Nuk rë në kurthin tim, je i madh. Nuk kam të bëja të punë. Jo me shifra, po me gjendje, me atmosferë. 2016 do t'jeti vështirë, besoj. Do vazhdoj t'jeti vështirë. Unë nuk shoh asnjë, nuk kam motiv të besoj që qeveria do ndryshojë sjelljen e saj. Kjo po. Nuk më rezulton një gjë e tillë. Edhe pse pati një ndryshim në qeveri, lëvizni ministri i financave, ministri i ekonomisë, arsyetimi që bëj unë është, domethënë me respektin e duhur për zonën ekonomi, ata kanë një kuadër makrofiskal afatmesëm që është kushtetuta e tyre dhe ti mund të vësh ministër financash këtë duash, ministër ekonomie këtë duash. Kuadri makrofiskal është ai rritja maksimalisht do shkojë te 4.7%. Dhe kjo nuk ka për të prodhuar asnjë gram punësim. Është e pamundur që ajo rritje të prodhojë punësim. Nuk prodhon zhvillim. Është thjesht një çështje statistikore. Një zvarritje. Një zvarritje e radhës.
Drita Shano, falenderoj që ishe me mua dhe mbi të gjitha për këtë analizë të ftohtë dhe të ekuidistancuar. Sekundër vetëm ti mund ta bësh. Mirë, ne idhemi tani idhemi në rubrikën tonë të përnashme Infonat, nga e cila do të vazhdoja faktin se liderët e Bashkimit Evropian dhe të Turqisë janë takuar këto ditë me qëllim të finalizimit të marrëveshjes për ndaljen e fluksit të mira migrantëve që kalojnë detin e Gje. Shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka deklaruar se militantët e ISIS kanë kryer genocid kundër të krishterëve. Këto dhe informacionet tjera nga vendi, rajoni dhe bote janë të gjitha në siglën Infonat. Ndiqim. Socialistët mendojnë se ka ardhur koha që komisionet zgjedhore të jenë teknike, por demokratët mendojnë ndryshe. Sipas Oerd Bylykbashit, problemi nuk qëndron tek emrimet politike në këto komisione, por politizimi i tyre. Këto qëndrime u bën publike në një seminar të organizuar nga KQZ-ja për pavarësinë e administratës zgjedhore. Ismet Haxhia, një prej të cilësuarve si bashkëpunëtor në vrasjen e deputetit të Partisë Demokratike Azem Hajdari, ka lënë përfundimisht qelinë e burgut, ku qëndroi i izoluar për më shumë se 15 vjet. Me lirimin e Ismet Haxhis për vrasjen e liderit të demokracisë Azem Hajdari, prapa hekurave mbetet vetëm Yao Salimul Osmani, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm si ekzekutor i deputetit, ndërsa Ismet Haxhia jeton në Turqi ku gëzon status azilanti politik. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Turqisë takohen këto ditë me qëllim finalizimin e marrëveshjes për ndaljen e fluksit të mira emigrantëve në përdetin e Gje drejt Greqisë. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka tërhequr vërejtjen se ka ende shumë për të bërë për finalizimin e marrëveshjes gjatë samitit 2 ditor në Bruksel, plani për të cilin diskutohet nga liderët e Bashkimit Evropian përfshin edhe propozimin e kryeministrit të Turqisë, ku parashikohet që në Turqi të kthehen të gjithë emigrantët që kanë arritur në ishujt e Greqisë, ndërsa BE-ja do të merrte më tepër refugjat nga Turqia. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka deklaruar se militantët e Shtetit Islamik kanë kryer genocid kundër të krishterëve, jazidëve dhe grupeve të tjera religjioze dhe etnike në hapësira që janë nën kontroll të tyre. Deklaratat e sotme nuk pritet që të kenë efekt të menjëhershëm praktik për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër këtij grupi ekstremist që ka okupuar territoret të gjëra në Irak dhe Siri. Aktualisht Shtetet e Bashkuara udhëheqin një koalicion shumë kombësh që ndërmerr sulma ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist në Siri dhe Irak.